Homeri fliste shqip, mund t'jetë e vërtet, le ta diskutojmë. Nuk është se e them unë do t'ju tregoj disa fakte të pakundërshtueshme të disa studiuesve të mirëfillt që thonë pikërisht këtë, që vënë në diskutim pra jo vetëm gjuhën homerike, por vënë në pa edhe gjuhën shqipe. Po pse pikërisht tani? Pse tani Shqipëria është e lakmuar? Pse pikërisht tani fillojnë që të investojnë dhe të flasin për Shqipërinë? Pse filluan nga vitet 1990 të këtej që të flitet për gjuhën shqipe dhe për autoktoninë e shqiptarëve? Pra, përse? Ndiqeni me vëmendje dhe kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashk. Dua të nënvizoj diçka thelbësore. Unë nuk jam kundër askujt. Dua që se gjërat të shkojnë vetëm në vendin e vet. E di që për dikë këto mund të duken si paradoksale ose mund të duken si çmenduri, por le ta ndjekim, të dëgjojmë deri në fund se çfarë kam për të thënë. Atëherë i pari që foli për gjuhën proto-indo-evropiane, ose më mirë gjuhën shqipe që ishte një gjuhë e vjetër, ishte Brian Joseph. Brian Joseph ishte një nga studiuesit e parë, sepse ekspert në gjuhën ballkanike dhe në gjuhët e vjetra të Ballkanit. Ai, pra Brian Joseph, profesor Brian Joseph, ishte profesor i Universitetit të Ohajos. Dhe ai kishte studiuar gjatë. Në fakt ai u vu në bashkëpunim me një studiues tjetër që është është aktualisht me një fjalë i Universitetit të Lozanës, pra në Zvicër. Dhe ky zotëria quhet Michel Devan. Pra Mikel, diçka e tillë, Mikel Devan, sepse nuk di ta shqiptoj mirë. Dhe ky zotëria së bashku pra me u vun që të dy në kërkim dhe zbuluan në mënyrë shkencore që gjuha shqipe është autoktone. Një. Dhe e dyta që është më e rëndësishmja, gjuha shqipe është shumë e vjetër. 2. Dhe e treta që është akoma më e rëndësishme, mund të themi që gjuha e mesapëve, pra gjuha që në poshtë Italisë dhe njëkohësisht edhe gjuha gege dhe toske, është kaq e vjetër sa që mund të themi që është gjuha proto-gjuha, ose si mund të quhet gjuha e parë indo-evropiane. Pra këto çka kishin thënë ata në atë kohë, nuk e thanë më që atëherë, sepse kaluan vite, deri në vitin 2005-2006, nuk foli më askush. Pastaj doli studimi shkencor, gjithmonë i amerikanëve, ku merrnin pjesë rreth 36 studiues të gjuhëve në përgjithësi, por kryesisht ekspert të gjuhëve të huaja evropiane. Duhet të dini që gjuha evropiane, pra gjuha e shteteve evropiane, mbahet si gjuha më e vjetër. Pra nuk është ajo afrikania apo diku tjetër, por mbahet gjuha më e vjetër pra e Evropës. Megjithatë, edhe sigurisht sepse ka disa që thonë jo është aramaiko, disa thonë që është ka patur gjuhë të tjera të zhdukura. Po, është e vërtet kjo, por unë dua që të përqendrohem tek gjuha shqipe. Atëherë, pse e fillova duke thënë që Homeri mund të fliste shqip? Do t'ja u tregoj. Spartak Ngjela, që është një miku ynë njëkohësisht edhe ka qenë edhe historian i universitetit, ai tregon që kur Gjon Shllaku shkoi, sepse duhet të dini që Gjon Shllaku ishte ai që përktheu Homerin në gjuhën shqipe. Ishte një nga përkthyesit më të mirë që kishte Shqipëria. Madje ishte përkthyesi që kur ishte 17 vjeç filloi që të përkthente. Madje Gjon Shllaku nuk e thoshte publikisht sepse kishte frikë nga momenti që zbuloi që kur i tha dhe Spartak Ngjelës, i tha e gjeni këtë video dhe këtë deklarat që ka bërë profesor Spartak Ngjela, që thotë që kur erdhi në zyrën time, më tha, unë nuk bëra gjë tjetër veç se përktheva shqipe në shqipe. Pra gjuhën homerike, sipas disave, nuk ishte i pari, kishte edhe të tjerë që thonë të njëjtën gjë. Ato çka ishin shkruar në librin e Homerit, pra çfarë thuhet që ka shkruar Homeri, ishin në gjuhën shqipe dhe janë përkthyer, si mund të quhet, në greqisht, pra në greqishten e vjetër apo në greqishte, dhe kur e përktheu Gjon Shllaku, ishte eksaktësisht si gjuha shqipe, siç e tregon ai. Pra po flas për ekspert, nuk është se e shpika unë këtë. Tjetra, që është akoma më e rëndësishme, Aristid Kolla, pra që kishte lindur në Greqi dhe u rrit në Greqi, ai bëri një libër të tërë me 1000 gjeti në librat e Homerit, në Odisen dhe Iliadën, 1800 fjalë në Arvanitas, pra në gjuhën shqipe. 1800. Duhet të dini që më përpara nuk ishin libra si sot, që janë me
500.000 faqe. Jo, ishte një shkrim i shkurtër. Dhe tani po ju tregoj se çfarë mendoj unë. Atëre e para një që Gjon Sllaku ishte i smur. Ai në moshën 80 vjeç vdiq. Bile e futën edhe në burg, për 10 vjet, 11 vjet, bile sepse Gjoa bënte pjesë e një grupi. Tani ç'është e vërteta, në kohën e komunistëve, komunistët mbanin anën jo vetëm të lobeve të fuqishme, sepse ata i kishin vendosur aty, por në qoftë se i jep në urdhër për të shkatëruar historinë apo diçka tjetër që kemi thënë dhe në emissione, si për shembull ato eshtrat e gjigantëve, ata e bënin pa problem fare. Dhe në këtë rast e dënuan 100 vjetë, që është e vërteta Gjon Sllakun, por bëri 11 vjet dhe doli. Në fakt ai i smur, ndonë se ishte i smur, vazhdoi deri në fund. Tani pse po ju tregoj për Gjon Sllakun? Sepse Gjon Sllaku unë nuk mund të them publikisht që librat e Omerit janë në gjuhën shqipe, sepse do më vrasin. Pse duhet të thoshte këtë fjalë? Për çfarë arsye? Në fakt edhe Aristide Kolla tha këtë, por e kishte jahodhën, sepse jahodhën profesorit në kafe, disa thonë në ushqim. Megjithatë ai shkoi doli jashtë për të kuruar, por nuk arriti dot dhe e vran. Pra të paktën kështu thoshte ai. Pse kjo? Sepse është mbajtur, është kërkuar që të mbaj sekret që të lindte një shtetëri, që ishte Greqia. Njëkohësisht edhe që mos të përmendej gjuha shqipe, sepse nëse do të përmendej gjuha shqipe në territorin e Greqisë, atëre shteti do të rrëzojë. Do të rrëzojnë dhe të gjitha ato dogmat që na kanë treguar deri tani. E përsëris edhe një herë, unë nuk jam kundër askujt. Unë biles mua më pëlqen Greqia, dëgjoj këngë greke, nuk kam asgjë fare kundër grekut, kundër grekëve dhe në përgjithësi, dhe do kisha dëshirë me një fjalë që edhe, sepse kam vënë re që kohët e fundit dalin dhe shumë studiues nga Greqia që thonë pikërisht këto që po them unë. Pra, unë nuk është se kam gjë kundër shtetit grek apo kundër grekëve. Absolutisht jo. Unë kam dëshirë që çdo gjë të shkojë në vendin e vet. Dhe do t'ju them se çfarë mendimi kam unë që pse thonë sot pra studiuesit që gjuha shqipe është gjuhë e vjetër dhe është gjuhë autoktone. Atëre, për mendimin tim, unë po ju them, pastaj më thoni ju çfarë mendimi keni. Për mendimin tim, një kohë nuk ishte kufi. Pra ishte kështu siç nuk kam folur asnjëherë për këtë, do të them se çfarë mendimi kam unë, po e them haptazi. Nuk ishte kufi si sot. Kufit nuk ekzistonin dhe ishin principata. Mirë po, në të gjitha këto vende flitej një gjuhë dhe mendoj që flitej gjuha barbare. Në fakt e thonë edhe në librat e Greqisë vjetër. Shkruhet që ishin barbarët ata që flisin një gjuhë ndryshe. Barbarët ishin arvanitës që janë sot. Dhe këta flisin një gjuhë ndryshe, në fakt tregohet që edhe Elena ishte barbare. E dëgjuat mirë. Nuk është se e them unë, e thon studiues të mirëfillt. Elena ishte nga një fis barbar, thoshin, dhe fliste një gjuhë ndryshe, nuk fliste si tjerë, dhe u dashurua me Parisin sepse dhe ai fliste gjuhën barbare. Të paktën kështu thuhet. Megjithatë, nuk dua të përqendrohem këtu, por do të them diçka. Nëse të gjithë studiuesit thonë që diçka ndodhi mes barbarëve dhe atyre që ndërtuan pra Greqinë. Atëherë çfarë mund të kishte ndodhur dhe pse mesapët kanë të njëjtat veshje, gjuhë edhe karakteristika me arvanitasit e sotëm, pra të Greqisë. Për çfarë arsye? Dhe tjetra, ajo që unë mendoj, siç thash më përpara, është fakti që unë mendoj që në atë kohë, pra ishin këto thënjet ose këto legjendat e barbarëve. Pra ky është mendimi im. Barbarët kishin disa tregime dhe askush nuk i kishte mbledhur deri atëherë. Dhe tregohet, këto janë të dokumentuara, tregohet që në një moment caktuar u dha urdhër, dikush dha urdhër që të mblidheshin këto thënjet dhe të vendoseshin në këto librat, pra Odisea dhe Iliada. Në fakt ne kemi zbuluar dhe në emisionin Enigma që Odisea dhe Iliada i ndan 50 vite diferencë mes njëra tjetrës. Pra librat mes njëri tjetrit 50 vjet diferencë. Nuk e them unë, e thot Rai, e gjeni tek dokumentari që kemi bërë për Uliksin, pra Odisen. Dhe tjetra, që është akoma më rëndësishme, përveç kësaj, nëse do të studiojmë se ku është vendlindja e Homerit, askush nuk e ka gjetur deri sot. Dhe ky është një tjetër fakt. Dhe tjetri fakt, akoma më i rëndësishëm, është dhe ky. Kur Odisea u kthye pas 20 viteve,
Ai, me fjalë për të bërë drekën, nuk e bëri në Itaka, nuk e bëri në brigjet e Sarandës, jo, por e bëri në Kuq. Këto janë të dokumentuara nga studiues të mirëfillt të viteve të atërshme, duke filluar pra që nga studiuesit dhe gjeografët romak, që tregonin që Uliksi ka shumë mundësi që të ketë bërë drekën, pra drekën e mirëseardhjes me familjarët e tij në Kuq. Pse do ta bënte në Kuq drekën? E zëm si kur kjo është një teori konspirative dhe një teori kështu e thënë. Dakord. Po atëre, pse pikërisht tani flitet për gjuhën shqipe? Nuk e dinin më përpara për gjuhën shqipe që ishte e vjetër dhe për të gjitha këto që po flasim tani, pra nuk e dinin studiuesit më përpara? Pse pikërisht në kohët e fundit tani po flasin dhe po e thon publikisht? Për çfarë arsye? Të dini diçka. Dikur Maksim Zotaj thoshte: nëse shqiptarët do të mbijetojnë deri në vitin 2000, pas vitit 2000 ata do të dinë se si do të shkruajnë historinë. Dhe unë them që erdhi momenti. Ju çfarë mendimi keni? Pres komentet tuaja. Ditë mbar.